Ndër zhvillimet kryesore ju ftoi të ndiqni, kryeministri Edi Rama u shpreh se fermerët kanë probleme me përthithjen e garancisë bankare dhe pushteti vendor duhet i mbështesë. Këshilli Kombëtar i Punës ka diskutuar një sër çështjesh me rëndësi që prekin të rinjt, pagat dhe pensionet. Policia e shtetit informon dhe ndërgjegjëson qytetarët në lidhje me rastet të mashtrimeve online që kanë të bëjnë me oferta të reme për kredi. Komuniteti i transportit ka nisur asistencën teknike për platformën e re rajonale Klimbas, plane të qëndrueshme të mobilitetit urban. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga zëvendës kryeministri Belinda Balluku dhe disa ministra, ka zhvilluar ditën e sotme një takim me fermerët në Divjak. Sipas Ramës, fermerët kanë probleme me përthithjen e garancisë bankare dhe pushteti vendor duhet i mbështesë. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga zëvendës kryeministria Belinda Balluku dhe disa ministra, ka zhvilluar një takim me fermerët në Divjak. Takimi u fokusua në aspektin e shfrytëzimit të mundësive të krijuara përveç buxhetit të shtetit, i cili tani më përbën vetëm njërin nga komponentët e zinxhirit të financimeve të bujqësisë. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës Shqipërisë në bankat e nivelit 2, ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti dhe ku normat e interesit janë shumë më të ulta se sa normat e interesit në bankat e nivelit 2, kur shkohet jashtë kësaj garancia. Sa është shfrytzuar kjo garanci? Shumë pak. Pse? Se ju s'keni nevojë? Jo, se ju keni nevojë, por sepse për ta shfrytzuar këtë garanci duhet një përgatitje. Një përgatitje e një dosje për të drejtuar bankës dhe për të thënë ja çfarë kam unë plan të bëj, ja pse kjo që unë do bëj sjell fitim dhe ja të gjitha arsyet pse ju duhet më mbështesni. Në këtë aspekt ka një mangësi që ende ne nuk po e adresojmë dot si duhet, që është pushteti vendor. Nuk di konkretisht Bashkinë e Divjakës, por kryetarët e bashkive dhe bashkit duhet të jenë shumë më aktive në bashkëpunimin me fermerët, me bujqit, për të adresuar këto financime. Nga ana e saj, zëvendës kryeministria Belinda Balluku u shpreh se buxheti i vitit 2026 për bujqësinë dhe blegtorin është më i madhi historikisht. Qeveria shqiptare është e angazhuar maksimalisht për mbështetjen e fermerëve dhe të blegtorëve dhe mjafton që t'i referohemi shifrave nga viti në vit për të kuptuar se si ka ndryshuar kjo mbështetje dhe se si skemat e mbështetjes sot arrin të asimilohen shumë më mirë nga fermerët. Tek shikoja vitin 2025 janë disponuar një shumë e rëndësishme mbi 600 milion lek të vënë në dispozicion të skemave, të cilat janë ezauruar në 95% të tyre, gjë që tregon që tashmë edhe skemat janë më të kuptueshme, edhe aplikuesit dinë që ta kryejnë procesin më mirë, por ajo që ka është më rëndësishme është që duhet thënë që buxheti i vitit 2026 është buxheti më i madh historik i vendosur në dispozicion nga qeveria shqiptare për bujqësinë, blegtorinë edhe peshkimin. Në takim u theksua nevoja e krijimit të ndërmarrjeve të përpunimit ku bashkitë janë thjesht dhe vetëm garant të financimeve për të marrë këto fonde.
Gjatë këtij takimi, Ministri i Financave Petrit Malaj sqaroi fermerët se çfarë procedurash duhet të ndjekin për të përfituar nga kompensimi 10% i TVSH-s për produktet e shitura. Për çdo produkt që keni filluar qisni nga data 1 janar 2026 e në vazhdim, do duhet të mblidhni faturat për produktet që çoni tek grumbulluesit dhe 2 herë në vit me 30 qershor dhe me datën 1 janar do të çoni faturat pranë autoriteteve tatimore dhe do të kompensoheni me 10% të vlerës së faturave. Nga ana tjetër, jemi besim plot dhe shpresë plot që në shtator do të hapet dhe i partreshi që janë dhe 118 milion euro të tjera për sektorin e bujqësisë. Njësër çështjesh të rëndësishme kanë qenë pjesë e diskutimeve në mbledhjen e parë të Këshillit Kombëtar të Punës, nga ndryshimi i kodit të punës tek reforma e pensioneve dhe marrëveshjet për fuqinë punëtore. Këshilli Kombëtar i Punës është mbledhur për herë të parë këtë vit, ku në rendin e ditës janë hedhur për diskutim njësër çështjesh me rëndësi që prekin të rinjt, pagat dhe pensionet. Në hapje të mbledhjes, Ministria e Ekonomisë Delina Ibrahimaj theksoi se ky vit do të jetë i ngjeshur me ndryshime ligjore duke nisur që nga kodi i punës. Viti 2026 është një vit i cili do të jetë i mbushur me ndryshime ligjore të lidhura me tregun e punës. Ne në kuadër të gjithë procesit të antarësimit dhe të integrimit në Bashkimin Evropian kemi disa detyra të rëndësishme në ndryshimin e legjislacionit, duke filluar nga kodi i punës dhe të gjithë legjislacionin poshtë kodit. Ndaj besoj se do të jetë një vit intensiv ku do duhet diskutojmë bashkarisht për parafrimin e direktivave, për rishikimin e legjislacionit, por edhe për të gjithë periudhat tranzitore që do të kërkojmë me qëllim zbatime me efektivitet të gjithë legjislacionit europian në fushën e punësimit dhe të aftësimit. Nga ana tjetër, një pikë e rëndësishme e diskutimeve është cilësuar reforma në pensione. Për pagën minimale dhe pensionet, në fakt, paga minimale, si që një bërë me dije, ka hyrë në fuqi, rritja e pagës minimale, dhe në programin e qeverisë parashikohet që do të ketë një rritje të mëtejshme të pagës minimale për gjatë 4 vjeçarit të ardhshëm, me qëllim që ne të sigurohemi që punonjësit, pra të vendosim atë limitin që punonjësit të kenë një pagë sa më afër nevojave të tyre, por gjithashtu për të shkuar drejt standardit të Bashkimit Evropian, i cili parashikon që paga minimale duhet të jetë minimalisht sa 60% e pagës mesatare në nivel vendi. Në këtë pikë, sigurisht do të diskutohet dhe për reformën e pensioneve. Ne, në fakt, prej më shumë se një viti jemi duke punuar edhe me asistencën e Bankës Botërore, me qëllim hartimin e një reforme, e cila sigurisht që përpara se të marrë vendimmarrje do duhet që të diskutohet edhe bashkarisht. Një çështje tjetër që mori rëndësi ishte emigracioni dhe mungesa e fuqisë punëtore, për të cilën Ministria Ibrahimaj theksoi se ky problem do të zgjidhet përmes nënshkrimit të disa marrëveshjeve me vendet e treta. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive bën të ditur se gjatë vitit të kaluar 13.363 individ kanë përfituar nga programet e formimit profesional në të gjithë vendin. Sipas të dhënave, një pjesë e konsiderueshme e përfituesve janë të rinjt deri në moshën 29 vjeç. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive bën të ditur se gjatë vitit të kaluar 13.363 individ kanë përfituar nga programet e formimit profesional në të gjithë vendin. Ky numër përfaqëson një rritje për 11% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, duke reflektuar interesin në rritje për trajnime profesionale. Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, një pjesë e konsiderueshme e përfituesve janë të rinjt deri në moshën 29 vjeç, me 7.642 kursant, 22.7% më shumë krahasuar me një vit më parë.
Ndërkohë 7296 gra dhe vajza kanë ndjekur programe formimi profesional me një rritje prej 18.9% krahasuar me një vit më parë. Në kategoritë e grupeve në nevojë, 1156 përfitues janë anëtar të skemës së ndihmës ekonomike, të cilët janë përfshirë në programe që synojnë rritjen e aftësive dhe punësimin. Gjithashtu, 356 persona nga komunitetet rome dhe egjiptiane kanë marrë pjesë në trajnimet profesionale, si dhe 233 persona me aftësi të kufizuara të përfshirë në këto programe në kuadër të politikave për përfshirje sociale dhe barazi në tregun e punës. AKPA-ja thekson se objektivi kryesor I këtyre programeve mbetet aftësimi profesional cilësor dhe krijimi mundësive të barabarta për të gjithë, me synim integrimin e qëndrueshëm në tregun e punës, veçanërisht për të rinjt, gratë dhe grupet vulnerabël në përputhje me nevojat e tregut të punës për vitet në vijim. Programet përfshin trajnime profesionale, mbështetje për vetpunësim dhe masa për fuqizim ekonomik në bashkëpunim me institucionet publike dhe partnerë të tjerë. Brenda një muaj, një tjetër markë qumshti formule prodhuar në Gjermani rezulton me përmbajtje toksike të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Autoriteti Kombëtar I Ushqimit bën me dije se Aptamil është tërhequr nga tregu. Një tjetër markë I qumshtit formul për bebe ka rezultuar me praninë një toksine shumë të rrezikshme për shëndetin e tyre. Autoriteti Kombëtar I Ushqimit informon në opinionin publik mbi njoftimin e ardhur nga sistemi RASAF, pasi gjatë kontrolleve zyrtare të kryera në Gjermani është konstatuar prania e substancës cereulide, një toksine prodhuar nga bakteri Bacillus cereus në formul për infant. Konkretisht bëhet fjalë për produktin Aptamil 1, Pronutra 800 gram Advanced, numri I artikullit 172911, data e skadencës 10/11/2026. Cereulidi është një toksin që mund të shkaktojë të përzierra, të vjella dhe dhimbje stomaku të papritura 30 minuta deri në 60 orë pas gëlltitjes. Tek foshnjat më të vogla, ajo mund të ndryshojë ekuilibrin e kripës së trupit dhe të çojë në ndërlikime të tilla si dehidratimi. Efektet e mundshme negative shëndetësore konsiderohen të ulta deri në të moderuara dhe varen nga mosha e foshnjës, por me të porsalindurit dhe foshnjat në 6 muaj, sjell rrezik të sëmundjeve të rënda. Autoriteti Kombëtar I Ushqimit bën me dije se trupat inspektuese në terren janë angazhuar në verifikimin dhe tërheqjen e menjëhershme të produktit nga tregu. AKU I bën thirrje e konsumatorëve nëse e kanë blerë këtë produkt dhe kanë në gjendje ta kthejnë atë në pikat e shitjes. Kjo është hera e dytë që evidentohet një problematik në qumshtin për foshnjë brenda këtij muaji. Pak ditë më parë, Autoriteti Kombëtar I Ushqimit tërhoqi nga tregu lotin e formulës për foshnjë Na1 OptiPro 800 gram, pas njoftimit të bërë nga kompania prodhuese Nestle si mas parandaluese pas zbulimit të pranisë së bakterit cereulide në këtë produkt në subjektin prodhues në Holand. Ndërkohë, paralelisht kanë reaguar dhe disa subjekte që tregtojnë këto marka qumshtit duke informuar konsumatorët që nëse e kanë këtë qumësht në gjendje ta kthejnë sërish pas dhe të mos e konsumojnë. Gjithashtu AKU njofton se nga verifikimet në terren është konstatuar se është kryer afishimi I njoftimit për konsumatorin në supermarketet ku është tregtuar ky produkt, ndërsa produktet në fjalë shkojnë për asgjësim apo kthimin në vendin e origjinës. Policia e shtetit informon dhe ndërgjegjëson qytetarët në lidhje me rastet të mashtrimeve online që kanë të bëjnë me oferta të rreme për kredi. Qytetarët duhet të tregojnë kujdes të shtuar dhe të mos dërgojnë para të dhëna bankare apo dokumente personale tek persona të pa identifikuar apo faqe interneti të pasigurta. Policia e shtetit nëpërmjet drejtorisë së hetimit të krimit kibernetik informon dhe ndërgjegjëson qytetarët në lidhje me raste të mashtrimeve online që kanë të bëjnë me oferta të rreme për kredi. Janë evidentuar raste kur persona të panjohur përmes faqeve të dyshimta në internet, rrjeteve sociale apo mesazheve elektronike paraqiten si përfaqësues të institucioneve financiare dhe I nxisin qytetarët të aplikojnë online për kredi me qëllim përfitimin monetar në mënyrë mashtruese. Këto oferta sipas policisë së shtetit janë mashtruese dhe synojnë përvetësimin e të dhënave personale dhe financiare të qytetarëve.
Me këtë rast, policia e shtetit këshillon qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të mos dërgojnë para, të dhëna bankare apo dokumente personale të persona të pa identifikuar apo faqe interneti të pasigurta, përpara se të aplikojnë për kredi pranë institucioneve financiare, të verifikojnë gjithmonë informacionin, të komunikojnë drejt për drejt me personelin bankar, duke përdorur vetëm kontaktet zyrtare të publikuara në faqet zyrtare të bankave përkatëse, veçanërisht në rastet kur nuk kanë mundësi të paraqiten fizikisht në degët bankare. Gjithashtu qytetarët ftohen që në çdo rast të dyshuar për mashtrim të denoncojnë menjëherë pranë policisë së shtetit, me qëllim parandalimin dhe hetimin e këtyre veprave penale. Komuniteti i transportit ka nisur asistencën teknike për platformën e re rajonale Klimbas, plane të qëndrueshme të mobilitetit urban. Kjo nisëm synon të mbështes transportin urban me zero emitime dhe planifikimin modern të mobilitetit në vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë këtu edhe vendin tonë. Komuniteti i transportit ka nisur zyrtarisht asistencën teknike për platformën e re rajonale Klimbas, plane të qëndrueshme të mobilitetit urban, një nismë që synon të mbështes transportin urban me zero emitime dhe planifikimin modern të mobilitetit në vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë vendin tonë. Kjo platformë vjen për të adresuar një boshllëk të rëndësishëm në rajon, që është mungesa e një sistemi të përbashkët për grumbullimin, vizualizimin dhe krahasimin e të dhënave mbi autobuset e pastër dhe mobilitetin urban. Sipas sekretariatit të komunitetit të transportit, nisma pritet të sjellë përfitime konkrete për vendet e Ballkanit Perëndimor, si politika të zbatuara në të dhëna të standardizuara sipas BE-s, bashkëpunim më të fortë nëpërmjet ministrive, bashkive, operatorëve dhe institucioneve financiare, ngritje kapacitetesh përmes mjeteve të përbashkëta dhe moduleve të trajnimit, si dhe transparencë më të madhe. Këto instrumente do t'i ndihmojnë autoritetet kombëtare dhe lokale të hartojnë strategji më të forta, të tërheqin financime dhe të demonstrojnë progresin ndaj institucioneve të Bashkimit Evropian dhe qytetarëve, thuhet në njoftimin përshtyp. Kreu i sekretariatit të përhershëm të komunitetit të transportit Matej Zakonjsek theksoi se kjo nismë është e lidhur drejt për drejt me objektivat rajonale për mobilitet të pastër dhe me kërkesat e reja të politikave evropiane. Ai kujtoi se me rregulloren e re TEN-T, qytetet evropiane duhet të hartojnë plane të qëndrueshme të mobilitetit urban, të kalojnë në flota me zero emitime dhe të sigurojnë monitorim të matshëm të performancës deri në vitin 2030. Shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet të ecin në të njëjtin drejtim për të mbetur konkurruese dhe të përputhshme me akuis të Bashkimit Evropian, u shpreh Zakonjsek. 2 ditë më parë Komisioni Evropian njoftoi një mbështetje për 171 milion eurosh për të nxitur zhvillimin e infrastrukturës dhe rritjen e sektorit privat në Ballkanin Perëndimor dhe pjesë e kësaj pakete ishte edhe elektrifikimi i linjës hekurudore Durrës-Tiranë. Pjesë e paketës së financimit për elektrifikimin është edhe një kredi deri në 11.62 milion euro nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Elektrifikimi i hekurudhës Tiranë-Durrës-Rinas po kalon disa hallka të reja për sigurimin e financimit të nevojshëm, që parashikohet në rreth 27 milion euro sipas deklaratave publike të autoriteteve. 2 ditë më parë, Komisioni Evropian njoftoi një mbështetje prej 171 milion eurosh për të nxitur zhvillimin e infrastrukturës dhe rritjen e sektorit privat në Ballkanin Perëndimor, dhe pjesë e kësaj pakete ishte edhe elektrifikimi i linjës hekurudhore Tiranë-Durrës. Shifra konkrete që shkon për këtë projekt si pjesë e kësaj pakete nuk është bërë publike, ndërkaq pjesë e paketës së financimit për elektrifikimin është edhe një kredi deri në 11.62 milion euro nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Si kreditore, në shtator të vitit të kaluar, Berg hapi dhe tenderin me 2 faza për punimet e elektrifikimit, teksa faza e parë përfshinte vetëm propozimin teknik pa çmime, së bashku me çdo devijim të arsyetuar nga kërkesat, si dhe dokumentet e kualifikimit. Kjo fazë u mbyll në muajin nëntor 2025, ndërkohë që pasi të vlerësohen oferta teknike, ofertuesit e kualifikuar do të ftohen për të marrë pjesë në fazën e dytë për të dorëzuar ofertën teknike të përditësuar, së bashku me ofertën financiare. Aktualisht faza e dytë nuk është celur ende. Ndërkaq pjesë e financimit për elektrifikimin e Tiranë-Durrës-Rinas është dhe një grant i kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor në vlerën prej 643.686 euro. Sipas autoriteteve, ndërtimi i linjës përfundon këtë vit, ndërkohë që elektrifikimi dhe mbërritja e trenave për nisjen e operimeve synohet të përmbyllet në 3 mujorin e parë 2027.
Statistikat e publikuara nga Instat për 3 mujorin e 4 tregojnë se trafiku ajror në Shqipëri ka ruajtur një dinamik të qëndrueshme. Sipas Instat, volumi i mallrave të hyrë dhe të dalë përmes transportit ajror arriti në 743 tonë me një rritje prej 18.9%. Statistikat e publikuara nga Instat për 3 mujorin e 4 tregojnë se trafiku ajror në Shqipëri ka ruajtur një dinamik të qëndrueshme. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar rreth 89.000 fluturime, nga të cilat 82.8% kanë qenë mbi kalime. Në total, sipas statistikave, rezulton se për gjatë vitit 2025 janë kryer rreth 70.000 fluturime, duke pasur një rritje me gati 2.2% nga viti i shkuar. Kjo ka sjellë që mesatarisht të ketë rreth 31.000 pasagjerë në ditë që përdorin transportin ajror. Megjithatë, 3 mujori i 4 të rezulton të ketë pasur më pak fluturime krahasuar me 3 mujorin e 3, i cili karakterizohet nga fluksi i lartë turistik gjatë muajve të verës. Pavarësisht kësaj rënjeje sezonale, të dhënat tregojnë një rritje të ndjeshme në volumin e mallrave të transportuara me ajër. Sipas Instat, volumi i mallrave të hyrë dhe të dalë përmes transportit ajror arriti në 743 tonë, ku 72.4% përbëhen nga mallra të hyrë dhe 27.6% nga mallra të dalë. Krahasuar me 3 mujorin e 4 të vitit 2024, ky tregues shënon një rritje prej 18.9%, duke reflektuar rritjen e aktivitetit tregtar përmes transportit ajror. Sa i përket tregtisë ajrore, volumi i mallrave të eksportuar dhe të importuara me rrugë ajrore në 3 mujorin e 4 të vitit 2025 ka arritur në 545 tonë, me një rritje prej 8.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Megjithëse transporti ajror zë vetëm 0.03% të volumit total të mallrave të importuara, ai mbetet një komponent strategjik për mallrat me vlerë të lartë dhe afate të shkurtra dorëzimi. Rritje ka shënuar edhe numri i pasagjerëve. Gjatë 3 mujorit të 4 përmes linjave ajrore kanë udhëtuar rreth 2.6 milion pasagjerë, nga 2.3 milion që ishin në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, çka përkthehet në një rritje prej 9.5%. Ndërkohë, statistikat e vetë aeroportit tregojnë se gjatë vitit janë regjistruar rreth 11.6 milion pasagjerë, një shifër rekord për trafikun ajror në vend. Sipas të dhënave, numri i pasagjerëve që kanë udhëtuar me anije gjatë vitit 2025 ka arritur në rreth 1.7 milion. Në krye të listës qëndron porti i Durrësit, që ka përtitur 46.7% të gjithë udhëtarëve të cilët kanë kaluar përmes portave shqiptare. Numri i pasagjerëve që kanë udhëtuar me anije gjatë vitit 2025 ka arritur në rreth 1.7 milion sipas të dhënave më të fundit të Instat. Shifra tregojnë një rritje të dukshme të lëvizjes detare në krahasim me periudhat pararendëse, duke konfirmuar suksesin e plotë të sektorit turistik dhe transportit detar. Në krye të listës qëndron porti i Durrësit, i cili ka përthithur 46.7% të pasagjerëve që kanë udhëtuar përmes porteve shqiptare. Ky port, i cili shërben kryesisht për linja turistike me Italinë, ka regjistruar rreth 791.000 pasagjerë gjatë vitit të kaluar, duke konfirmuar rolin e tij si porta kryesore e turizmit detar në vend, përveç se për mallra. Nga në tjetër, surpriza vijon të jetë porti i Sarandës. Ky port, i cili shërben kryesisht për linja turistike me Korfuzin, ka regjistruar gjithsej në vitin 2025 mbi 754.000 pasagjerë, që përfaqësojnë 44.8% të totalit kombëtar. Rikujtojmë se për gjatë muajve të verës, ky port dominonte me numrin më të lartë të pasagjerëve. Porti i Vlorës ndërkohë renditet i treti, me 150.000 pasagjerë, ose rreth 9% të totalit kombëtar. Në krahasim me vitin 2024, rritjen më të madhe të pasagjerëve ka shënuar porti i Sarandës, me 21.8%. Në vitin 2025, transporti detar në Shqipëri funksionoi si një motor i heshtur, por jashtëzakonisht i qëndrueshëm i ekonomisë dhe lëvizjes njerëzore. Në total, portet shqiptare përpunuan rreth 8.2 milion tonë mallra gjatë gjithë vitit, një volum që e vendos detin si korridorin kryesor të furnizimit të vendit. Volumi gjithsej i mallrave të transportuara nga porti i Durrësit është rritur me 5.4%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, dhe e zënë në një peshë prej 94% ndaj totalit. Referuar shifrave, ka rënë volumi i mallrave të transportuara përmes portit të Sarandës me 5.9% për gjatë vitit 2025. Qeveria po rivitalizon disa uzina dhe reparte për të ringritur industrinë ushtarake, nga autotraktorët e Poliçani, mjekësi dhe Gramshi. Projekti përfshin prodhim uniformash dhe mjete të blinduara, rikthimin e shkollës së aviacionit në Vlorë, kthimin e uzinës në Rubik në prodhim armësh, si edhe fabrik municionesh në Babru. Nga ish uzina e autotraktorëve tek kombinati mekanik në Poliçan, 9 reparte e fabrika do të rivitalizohen për të vënë në funksion të industrisë ushtarake shqiptare.
Ish uzina autotraktorëve do të përdoret për prodhimin e uniformave dhe montimin e mjeteve të blinduara, transportuesve të artillerisë, zjarrfikseve dhe autoambulancave. Aty do të ngrihet një impjant i teknologjisë së lartë mes kompanisë Kajo dhe Timak, që përfshin investim në teknologji moderne dhe inovative për prodhimin e automjeteve ushtarake dhe uniformave me cilësi të lartë për forcat armatosura dhe policinë. Investimi i dytë është për rikthimin e shkollës së aviacionit në Vlorë. Kjo fal bashkëpunimit të kompanisë shtetërore Kajo dhe kompanisë izraelite Elbit Systems. Memorandumi mes dy kompanive u firmos pikërisht një vit më parë në Vlorë. Ky bashkëpunim do të ndihmojë në ngritjen e kapaciteteve për ofrimin e programeve të edukimit dhe trajnimit të pilotëve dhe të kontrollorëve të fluturimit, duke i siguruar forcave të armatosura kapacitete të qëndrueshme në këtë sektor. Kjo shkollë do të gjenerojë jo vetëm pilot ushtarak, por edhe pilot civil. Së treti, uzina e bakrit në Rubik do të kthehet në një uzinë të prodhimit të armëve. Kjo është një nga pikat ku do të investohet dhe do të prodhohet për forcat tona të armatosura, por në masën më të madhe për eksport. Ministria e Mbrojtjes ka marrë një nismë ligjore për rivitalizimin e uzinave ushtarake, siç është edhe kombinati mekanik i Poliçanit, Mjekësi dhe Gramshi. Uzina e lëndëve plasëse në Mjekës ka qenë ndërmarrja që ka mbajtur peshën kryesore në procesin e demontimit industrial të municioneve të tepërta. Ministria e Mbrojtjes dhe kompania shtetërore Kajo po punojnë gjithashtu për ndërtimin e një fabrike municionesh në zonën e Kodër-Baburrus. Ndërkohë, në fokus do të jetë edhe transformimi dhe zgjerimi i bazës ajrore ekzistuese në Kuçov. Dhuna digjitale ndaj grave nuk do të mbetet më pa ndëshkuar. Me miratimin e ligjit të ri nga Kuvendi i Shqipërisë për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje, tashmë do të merren masa konkrete, duke filluar nga gjurmëshmëria e deri tek masat ndëshkuese. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar së fundmi ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje. Për herë të parë, ligji adreson drejt për drejt dhunën digjitale dhe ndërhyrjen e shtetit në mjedisin online. Dhuna në internet nuk do të trajtohet më si fenomen social apo problematik, por si shkelje ligjore me pasoja konkrete. Ligji e përkufizon dhunën digjitale si çdo formë ngacmimi, përndjekjeje, kërcënimi, publikimi të dhënave personale apo shpërndarje të materialeve intime pa pëlqim, të kryera përmes rrjeteve sociale, aplikacioneve dhe platformave online që cënojnë dinjitetin, sigurinë dhe mirëqenien e viktimës. Sipas dispozitave të reja, gjykata mund të urdhërojë ndalimin e menjëhershëm të komunikimit online, mbylljen ose bllokimin e llogarive, si dhe heqjen e përmbajtjes abuzive brenda afateve të detyrueshme nga 12 deri në 24 orë, në varësi të rrezikut dhe natyrës së rastit. Njëkohësisht, ligji parashikon ruajtjen e provave digjitale, të tilla si mesazhe, pamje, video apo të dhëna elektronike, të cilat tashmë njihen si prova të vlefshme ligjore. Risi e rëndësishme është edhe vendosja e përgjegjësisë ligjore për platformat online. Nëse ofruesit e shërbimeve nuk zbatojnë urdhrat, përheqje apo bllokim të përmbajtjes abuzive, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare mund të vendosë gjoba administrative që variojnë nga 30.000 deri në 500.000 lekë për çdo 24 orë vonesë. Ligji parashikon gjithashtu mekanizme gjurmimi për autorët e dhunës digjitale përmes bashkëpunimit me platformat online, ruajtjes së të dhënave teknike dhe në rastet kur plotësohen elementet e veprës penale, preferimin e çështjes për hetim penal. Me këtë ndryshim ligjor, dhuna nuk konsiderohet më e kufizuar vetëm në hapësirat fizike, por edhe në mjedisin virtual, ku vitet e fundit është shënuar rritje ndjeshme e rasteve të ngacmimit dhe përndjekjes online. Institucionet synojnë që përmes këtij ligji të kufizojnë anonimitetin abuziv dhe të krijojnë një mekanizëm reagimi të shpejtë për mbrojtjen e viktimave në internet. Kompania për furnizim me energji elektrike në Kosovë, Kesko, ka dorëzuar në zyrën e rregullatorit për energjinë një kërkesë për rritje të çmimit të energjisë elektrike për vitin 2026 me 21.3%. Kompania për furnizim me energji elektrike në Kosovë, Kesko, ka dorëzuar në zyrën e rregullatorit për energji një kërkesë për rritje të çmimit të energjisë elektrike për vitin 2026 me 21.3%,
Sipas aplikimit, të ardhurat maksimale të kërkuara nga Kesko për vitin 2026 arrin në 528.78 milionë euro, krahasuar me 435 milionë euro që ishin të lejuara për vitin 2025. Sipas aplikimit zyrtar, kërkesa reflekton rritjen e ndjeshme të kostove të furnizimit me energji elektrike, veçanërisht si pasojë e varësisë më të madhe nga importi, rritjes së konsumit dhe kostove të rrjetit të transmetimit dhe shpërndarjes, si dhe bartjes së diferencave financiare nga viti 2025. Aktualisht tarifa e ditës për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kWh është 9.05 cent për kilowattor, ndërsa tarifa natës është 3.88 cent për kilowattor. Për konsumin mbi këtë kufi, çmimi është 15.43 cent gjatë ditës dhe 7.28 cent në natën. Në maj të vitit 2025, zyra e rregullatorit për energji kishte miratuar rritje të tarifave për 16.1% krahasuar me vitin 2024, ndërsa në vitin 2023 aprovoi rritjen e çmimit të energjisë me 15%. Në vitin 2024 tarifat ishin ulur për 8% për konsumatorët familjar që shpenzonin mbi 800 kWh, si dhe për konsumatorët tregtar dhe industrial për 3%. Vendimi përfundimtar për këtë kërkesë i takon zyrës së rregullatorit për energji. Në rast se kjo zyrë aprovon edhe këtë herë kërkesën e Kesko, atëherë kjo do të jetë hera e tretë në 4 vite të fundit që rritet çmimi i energjisë elektrike për konsumatorët. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Ekonomitë më të mëdha të eurozonës u rritën me një ritëm modest, por të qëndrueshëm në 3 mujorin e kaluar. Spanja vazhdoi të jetë shtysa kryesore e bllokut, duke u zgjeruar me 0.8% në 3 mujor, shumë mbi pritjet për 0.6%. Ekonomitë më të mëdha të eurozonës u rritën me një ritëm modest por të qëndrueshëm 3 mujorin e kaluar, ndërsa konsumi dhe investimet u rritën për të kompensuar eksportet e ulta dhe pasigurinë e jashtëzakonshme nga politika tregtare e çrregullt e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shifrat sinjalizojnë një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme për një blok prej 350 milion njerëzish që pritej të nënshtrohen ndaj një lufte tregtare me Shtetet e Bashkuara, rritjes së konkurrencës së eksportit nga Kina dhe viteve të konfliktit ushtarak në kufirin e saj lindor. Megjithatë, çdo 3 mujor të vitit të kaluar eurozona prodhoi një rritje të respektueshme megjithse jo spektakolare, pavarësisht industrisë dhe eksporteve, motorët e mëparshëm të zgjerimit që po përpiqen të rifitojnë ekuilibrin e tyre. Spanja vazhdoi të jetë shtysa kryesore e bllokut duke u zgjeruar me 0.8% në 3 mujor, shumë mbi pritet për 0.6%, ndërsa Gjermania, ekonomia më e madhe e eurozonës, ishte gjithashtu mbi parashikimet duke u rritur me 0.3% kundrejt parashikimeve të ekonomistëve për 0.2%. Prodhimi brendshëm brut francez u rrit me 0.2% në përputhje me parashikimet, duke ka përcyer frikën se paqëndrueshmëria politike do të ndikonte në sentiment, ndërkohë Italia u rrit me 0.3%, pak mbi parashikimet, dhe Olanda me 0.5%. Shifrat të tjera sugjerojnë se bloku nisi vitin 2026 mbi një bazë relativisht të fortë. Një lexim kyç i ndjenjës së publikuar të njëjtën tregoi një rritje të papritur të nxitur nga Franca dhe Gjermania, me fitime të gjëra midis të gjithë sektorëve kryesor, ndërkohë industria po tregon shenja stabilizimi. Familjet më në fund kanë filluar të ulin normën e tyre historikisht të lartë të kursimeve, papunësia po qëndron pranë niveleve rekord të ulta dhe inflacioni është fort rreth objektivit prej 2% të Bankës Qendrore Europiane. Perspektivat nxiten më tej nga bumi i shpenzimeve të Gjermanisë për infrastrukturën dhe mbrojtjen, të cilat mund të jenë të ngadalta për të nisur, por do të kenë një ndikim të matshëm në rritje nga 3 mujori i dytë. Megjithatë, eksportet nuk ka gjasa të rrimë këmbën plotësisë së shpejti pasi tarifat amerikane, konkurrenca gjithnjë më ashpër kineze dhe rënja e dollarit gjatë vitit të kaluar tregojnë një ndryshim të përhershëm në modelet tregtare. Nga ana tjetër, ekonomia e Francës u rrit në mënyrë modeste në 3 mujorin e 4 të 2025-s, duke u ngadalësuar pas një rimëkëmbje të fortë gjatë verës vitit të shkuar. Ekonomia ja doli mban më mirë nga sa ishte pritshmëritë dhe mendonin shumë ekspert, pavarësisht muajve të trazirave politike. Ekonomia e Francës u rrit në mënyrë modeste në 3 mujorin e 4 të vitit të kaluar, duke u ngadalësuar pas një rimëkëmbje të fortë gjatë verës, ndërsa kërkesa e brendshme pak më e dobët dhe një rënje në inventaret e bizneseve ndikuan në aktivitet, treguan të dhënat paraprake nga zyra e statistikave INSE. Rritja 3 mujore u ngadalësua në 0.2 nga 0.5% në 3 mujorin e 3, kur ekonomia e dytë më e madhe e eurozonës surprizoi në rritje. Gjatë vitit të kaluar, ekonomia u zgjerua me 0.9%, duke të kaluar parashikimin prej 0.7% të
përdorur në planifikimin e buxhetit qeveritar. Performanca më e fortë se sa pritej rrit mundësitë që deficiti fiskal të jetë pak nën 5.4% të prodhimit të brendshëm bruto që parashikohet aktualisht. Ekonomia e doli mban më mirë nga sa kishin pritur shumë ekspert, pavarësisht muajve të trazirave politike në një parlament thellësisht të ndarë që ndikuan në mentalitetin midis familjeve dhe kompanive. Pritet që një farë pasigurie politike të lehtësohet, ndërkohë kryeministri Sebastien Lecornu përdori të premte një fuqi të veçantë kushtetuese për të miratuar projekt buxhetin e vitit 2026 pa kaluar në votim në dhomën e ulët të parlamentit thellësisht të ndarë. Lecornu kishte përdorur tashmë nenin 49.3 të kushtetutës si në anën e të ardhurave, ashtu dhe në atë të shpenzimeve, për ta kaluar atë në dhomën e ulët ku kishte ngecur pas 3 muajsh diskutimesh. Partitë e opozitës pritet të paraqesin mocione mosbesimi kundër qeverisë së tij. Perspektivat për një rimëkëmbje të fortë mbeten të kufizuara, thonë ekonomistët. Sipas tyre, buxheti mbetet i pafavorshëm për bizneset dhe taksat më të larta mund të frenojnë investimet dhe krijimin e vendeve të punës. Ekonomistët e përshkruajnë perspektivën e përgjithshme si modeste pozitive, duke përmendur shenjat e hershme të përmirësimit të besimit të biznesit, megjithse një euro e fortë mund të pengojë eksportet. Në 3 mujorin e 4, shpenzimet dhe investimet e familjeve nxitën kërkesën e përgjithshme të brendshme, e cila kontribuoi me 0.3 pikë në normën e rritjes. Me rritjen e eksporteve dhe rënien e importeve, tregtia e jashtme i shtoi 0.9% normës së rritjes ekonomike, ndërsa një rënje në inventaret e korporatave zbritej 1%. Komisioni Evropian ka miratuar një skemë ndihme shtetërore për Spanjën prej 3.1 miliard euro për të mbështetur prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet me efikasitet të lartë. Projektet e gazit natyror mund të përfshijnë pajisje që mundësojnë përdorimin e të paktën 10% të hidrogjenit të rinovueshëm me qëllim dhe për të shmangur vazhdimin e varësisë nga karburantet fosile. Komisioni Evropian ka miratuar një skemë ndihme shtetërore prej 3.1 miliard euro për Spanjën për të mbështetur prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet me efikasitet të lartë, me qëllim uljen e emetimeve të gazeve serë. Mbështetja do të mbulojë projekte të reja ose të rinovuara në masë të madhe të centraleve të kombinuara të nxehtësisë dhe energjisë CHP, që përdorin gaz natyror, biolëngje, biogaz dhe biomasë të ngurtë. Projektet e gazit natyror duhet të përfshijnë pajisje që mundësojnë përdorimin e të paktën 10% të hidrogjenit të rinovueshëm në vëllim për të shmangur vazhdimin e varësisë nga karburantet fosile. Bashkimi Evropian ka objektiva aktual për të ulur emetimet neto të gazrave serë me të paktën 55% deri në vitin 2030 dhe për të arritur neutralitetin klimatik deri në vitin 2050 dhe po bën presion në një shkallë më të gjerë për të ulur konsumin përfundimtar të energjisë për të zbutur efektet e ndryshimeve klimatike. Skema spanjolle do të zgjas 10 vjet dhe do të jetë e hapur për operatorët e instalimeve CHP që plotësojnë për kufizimin e bashkëprodhimit me efikasitet të lartë sipas direktivës së Bashkimit Evropian për eficiencën e energjisë, tha Komisioni në një deklaratë. Komisioni shtoi se ndihma do të jepet si një premium shpërblimi për të kompensuar investimet në vënien në funksion të CHP-ve, si dhe për kostot operative të llogaritura dhe të përditësuara çdo 3 mujor. Ekonomia e Bashkimit Evropian pritet të arrijë 1.4% më shumë këtë vit pas efektit të investimeve dhe reformave të zbatuara në kuadër të fondit të rimëkëmbjes nga pandemia të Bashkimit Evropian. Fondi i rimëkëmbjes dhe rezistencës prej 800 miliard eurosh, i cili u formua në 2021 për përballimin e rënjes ekonomike pas pandemisë dhe ruajtjen e modernizimit të saj, do të përfundojë në gusht të këtij viti. Ekonomia e Bashkimit Evropian pritet të arrijë 1.4% më shumë këtë vit pas efektit të investimeve dhe reformave të zbatuara në kuadër të fondit të rimëkëmbjes nga pandemia e Bashkimit Evropian, tha komisioneri ekonomik. Fondi i rimëkëmbjes dhe rezistencës për 800 miliard eurosh, i cili u formua në 2021 për përballimin e rënjes ekonomike pas pandemisë dhe ruajtjen e modernizimin e saj, do të terminohet në gusht. Qëllimi në atë kohë ishte i qartë, të mbështetë rimëkëmbja ekonomike e Europës më shpejt në afat të shkurtër dhe të bëhej më e fortë dhe më elastike në afat të gjatë, tha Dombrovskis në një seminar. Fondi RFR pati një ndikim të menjëhershëm pozitiv në kërimin e tij në diferencat, besimin ekonomik dhe nivelet e investimeve publike, tha ai.
Sipas parashikimeve tona, investimet e RRF pritet të rrisin GDP-n reale në Bashkimin Evropian deri në 1.4% për vitin 2026, tha komisioneri ekonomik Dombrovskis. Parat nga fondi, një përzierje grantesh dhe kredish të lira vijnë nga huamarrja e përbashkët nga Bashkimi Evropian. Për t'i marrë ato, secila qeveri duhet të zbatojë reformat e dakorduara me Komisionin Evropian dhe disbursimet lidhen me arritjen e objektivave. Italia, Spanja dhe Polonia ishin ndër vendet që morën më shumë para nga fondi rimëkëmbjes dhe normat e tyre të rritjes e pasqyruan këtë, tha Dombrovskis. Rritja mesatare e GDP në Itali, Spanjë, Poloni, Kroaci dhe Greqi ishte mbi 4% në periudhën nga viti 2021 deri në vitin 2024, duke tejkaluar ndjeshëm normën mesatare të rritjes së Bashkimit Evropian, tha ai. Efektet e përhapjes përbëjnë rreth 40% të ndikimit të përgjithshëm ekonomik të RRF, tha ai. Në një takim dypalësh në Peking, kryeministri britanisë dhe presidenti i Kinës dakorcuan marrëdhëniet shtetërore duke premtuar bashkëpunim më të madh në tregti, investime dhe teknologji. Në një takim dypalësh në Pekin, kryeministri i Britanisë Keir Starmer dhe presidenti i Kinës dakorcuar marrëdhënie shtetërore duke premtuar bashkëpunim më të madh në tregti, investime dhe teknologji. Ndërsa Bashkimi Evropian mbetet i alarmuar nga gjeopolitika amerikane, Starmer bëri thirrje nga Kina për një marrëdhënie më të sofistikuar për shtetet europiane. Pas vizitës së parë në 8 vite nga shteti britanik, Starmer dakorcoi pranimin 30 ditor pa viza për britanikët, diskutoi për tarifa më të ulta mbi produktet alkolike dhe një investim prej 15 miliard dollarësh nga prodhuesi i vaksinave AstraZeneca në Kinë. Kryeministri Starmer i Partisë Laboriste ka luftuar për të arritur rritjen ekonomike që premtoi, duke zgjedhur aktualisht të përmirësojë gjithashtu marrëdhëniet me Kinën. Kina është një lojtare e rëndësishme në skenën globale dhe është jetike që ne të ndërtojmë një marrëdhënie më të sofistikuar, ku të mund të identifikojmë mundësitë për të bashkëpunuar, tha Starmer gjatë takimit. Kjo është pasuar me kritika të ashpra nga disa politikanë britanik dhe amerikan, të cilët e akuzojnë Kinën për spionazh në nivele industriale dhe abuzim me të drejtat e njerëzit. Presidenti kinez tha se Kina ishte gati të zhvillonte një partneritet afatgjatë me Britaninë pas kthesave dhe ndryshimeve në marrëdhënie që nuk u shërbyen interesave të asnjërit vend. Ne mund të arrijmë një rezultat që do t'i rezistojë kohës, tha presidenti i Kinës. Starmer, i cili shoqërohej nga më shumë se 50 sipërmarrës, tha se marrëdhënia me Kinën tani ishte më fort, duke vlerësuar gjithashtu presidentin si një person me të cilin bëhet biznes. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajemi këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.